ki një mrekulli që tia e fëmijëve të Kosovës për me i bot aftë me ushty me fëmijët e tanë botës. Shkolla sot në Kosovë shihet sikur para 50 vjetëve. Shkolla që ashtu trajtohet, janë do njerëz që shkojnë me punu, janë do fëmijë që shkojnë me mësu, ka do shkumsa e markere e shpërndahen, hiq ma shumë, edhe hajtash bëni luni mësusash. Shkolla ka rol shumë më të madh në shoqëni. Para mendoti përdorimin e teknologjive, çka bojnë prindërit me përdorimin e gjuhës angleze, ta gjuha angleze tu ka bë gjuhë amtare. Kush e ndihmon prindin këtë situatë, kush e këshillon prindin këtë situatë, kush e zhvillon fëmin me përgatit për jetë. Tana këto ishtë dashtë me i ba shkolla, apo jo. Në shkollë, dikush shkon me mësu, dikush shkon me punu, e merr rrogën, shkon të shtëpia, mas 4 orëve gjatë ditës shkon të shtëpia dhe s'merret më me atë punë. Domethënë ne nuk jemi të e trajtu shkollën si shkollë. Në Kosovë, besomni, e kam hulumtu, vetëm një vend në një kurikul bërtham, kur kun tjetër se kam pa mision e shkollës. Për çka shkolla në Kosovë? Jam i bindur me i pyet 90% vendimar se nuk e din pse shkolla në Kosovë. E këtë kuptim, për shembull tek në shkollë, drejtori i shkollës vet është, qyqe vet është, me u marrë me tana problemet të shkollës, 60 euro i ka ma shumë se mësimdhënësi. E tash, që kjo qasje ndaj shkollës, edhe në anën tjetër, politizimi, partizimi i shkollës, kush është qurë mëngjes ka punësu njerëz të afërm për me ble vota. Edhe pse mos me i ba, kur kryetari komunës që vendos, ligje e ban që kryetari komunës dhe DK-ja, drejtori komunal, vendosin për punësim, a i nuk i e pare të veta, i ka pare të qeverisë, pushtetit qendror. Do me thënë, ky punëson sa të mundet për me marrë vota, se i pagun pushtetit qendror. Në botë, arsimi, para universitar, paguhet prej komunës, prej pareve të komunës. Edhe komuna ka shumë kujdes ku po i qënë paret e veta. Nuk i vind gatshme prej staltit. Edhe tash kjo situatë e këtil ka kriju një situatë kur ti pa fajin e tyre i kim si mëdhënësit ku pëthuaj se gjysma e tyre janë të pritës teknologjike. E tash, nëse ti e sheh funksionin për këthena tash po lidha me shkollën, nëse njeriu e sheh shkollën, veç dikush shkon me mësue, dikush shkon me punu, na kemi të pritës teknologjike një 7.000 minimum arsimtar në sistem. Nëse ti e sheh shkollën si një vend, një kuti, një mjedis transformues me këshilltar në karrierë, me aktiviteten klube, 6-7 klube mundesh me i ba, recitimin, muziken, shkencat, teknologjin, mjedisin e gjelbërt, e të tjera, 6-7 klube mundesh me i ba, të gjitha këto arsimtarët me i udheq. Nëse arsimtarët të prit që i kem, i qojmë mësusat, i qojmë për edukimin parashkollor, edukimin e fëmirinë e hershme, po i përdorim, a ki te për mësusa, qojnë edukimin e fëmirinë e hershme me 3 muaj ditë i pregadit, shtoj shërbimet e edukimit fëmirit të hershme, por s'ki nevoj me maru një qerë dhe 1 milion euro, shtinet i kish shkollat në kanë me të zbrast, qeli 2 klasa, bërë një qerë dhe, e të tjera. Kur ti tash e sheh funksionin mangësit që i ka shteti dhe përdor shkollën, shkolla është mekanizëm i fort. Nëse shkollën e përdor për transformimin e fëmijëve, me psikolog, me pedagog, me aktivitetin klube, me këshilltar në karrierë, fëmija jonë në fakultet, jenë se din pse o ka regjistru fakultetin, pse mungojnë këshillimin në karrierë, me përkujdesje sociale, me trajtimin e problemet të delikvencës, me trajtimin e bulizmit, me shërimin e fëmijëve me problemet që i bin pej familjes, që i bin problemet mëdha. Kur shkolla bëhet kjo sferë transformuese, ky mjedis transformues, ky ambient transformues, në atë rast nuk ki të pritës teknologjike, po ki një mrekulli që ti e fëmijëve të Kosovës për me i bot aftë me ushty me fëmijët e tanë botës.